Në prag të festës së 28 nëntorit, shoqata kulturore artistike Koha nga Dinosha po zhvillon me intensitet të shtuar provat e vallëve folklorike në ambientet e shkollës fillore 29 nëntori në Dinosh. Nën kujdesin profesional të koreografit Aldo Nika, vallëtarët e grup moshave të ndryshme punojnë disa orë në javë për të përgatitur një program të pasur artistik që do të prezantohet në rastin e kësaj feste të rëndësishme kombëtare. Atmosfera gjatë provave është e gjallë, plot energji dhe emocion, duke reflektuar për kushtimin e secilit pjesëmarrës ndaj trashëgimisë son kulturore. Pjesëmarrja e fëmijëve dhe të rinjve në këtë grup artistik tregon se tradita mbetet e gjallë fal dashurisë dhe përpjekjes së vazhdueshme kolektive. Këto prova nuk janë vetëm përgatitje për një shfaqje, por janë edhe një shkollë vlerash ku të rinjt mësojnë për identitetin, unitetin dhe historinë e tyre përmes artit. Për të mësuar më shumë rreth rëndësisë së këtij aktiviteti dhe rrugtimit të grupit, ne intervistuam kryetarin e shoqatës zotin Sulejman Beqaj, koreografin Aldo Nika, si dhe vallëtarët e mirënjohur Naim Gjokaj dhe Teuta Lulanaj, të cilët prej vitesh janë pjesë e aktivitetit të grupit Koha nga Dinosha. Ata theksuan se ruajtja e vallëve tradicionale është një mision kulturor që kërkon përkushtim, dashuri dhe punë të përbashkët. Si çdo vit, kjo është bën veç sa i përket shoqatës Koha, e kemi bën si pjesë e programit vjetor tradicionale, e cila për çdo vit ndalim para publikut dhe paraqitemi me në këtë kohë, domethënë për festën më të madhe kombëtare, festën e flamurit, ku si çdo herë kësaj herë jemi të u përgatitur dhe të bëjmë diçka që të paraqitemi para publikut, ku do ta ndjejnë të gjithë kënaqësinë e asaj festë, e cila është festë kombëtare, festa më e madhe për ne shqiptarëve, dhe me mundësitë tona jemi të përgatitur, jemi të arrit atë, mendoj që maksimumin e pjesës programit e cila duhet përgatitur për këtë kohë, dhe jam i bindur që do t'ja arrijmë. Keni filluar edhe me prova, siç edhe shikuam edhe nëpërmjet kamerës tonë. Si po shkojnë këto prova? Kur keni filluar dhe në cilën provat i kemi filluar ndoshta para 2-3 javë me koreografin Aldo Nikën, i cili nuk e ka gjithatë kohën si më parë na përgatit, po një herë në javë vjen, dhe domethënë përgatitjet vijnë në atë renditjen të pjesëve të programit, siç i takon vallëve, grupit, udhëhesëve të programit, solistave, gjitha ashtu ai i bjen në atë renditje, si çdo herë profesori Aldo Nika, i cili tash 20 sa vite ashtu me ne, domethënë çdo herë kemi dhënë kënaqësi të madhe me munin e tina, me atë pjesën që i ka takuar atina për të përgatitur programin e shoqatës, dhe çdo herë jemi datë të kënaqur. Besoj që edhe kësaj herë do të dalë në pah e mira edhe aktivizimi i tina. Me cilat grup mosha po punoni, pra që është nga cila moshë filloni që të trajnoni këto fëmijët për të përgatitur deri në cilën moshë, dhe si është gatishmëria e tyre për të marrë pjesë në folklor? Po, unë mund të them që këtë vit, do të thotë, kemi të moshës edhe më të ulët se viteve tjera. Kemi domethënë qysh 6 vjeç, domethënë grupi i dytë numëron rreth 45 antar, fëmijë të gjithë. Ashtu që u kemi mundësua diçka më të lehtë që ta kapin edhe ata, dhe si të thotë ja plotësojmë dëshirat e tyre si fëmijë të cilët kanë qejf të jenë pjesë e këtij programit dhe pjesë e kësaj shoqate. Me mundësitë që kanë, domethënë normal se nuk mund të jenë profesionista, por gjithsesi do të vinë atë rrjetin, atë lidhjen e asaj që do të kuptojnë edhe ata një pjesë, normal se edhe shpirtënisht sigurisht e ndjejnë ata fëmijë derisa janë të interesuar të marrin pjesë me program në shoqatën tonë. Pra janë shumë të kënaqur, nuk e kanë problem orare të... Ja, s'ka problem. Atëherë në programin artistik, a keni përgatitur përveç folklorit pra vallëve edhe pika muzikore, këngë apo diçka tjetër, recitime apo diçka? Programi ynë do të thotë që nuk është veç program me valle, kemi këngë, edhe këngë kemi me lahut, kemi kërcim malsor, që domethënë
atë pjesën folklorike e cila i takon mas tepërmit, jemi dedikuar ose kemi si me thonë, kemi marrë mas tepërmit nga ana e malësisë ose trojeve të cilat e kanë atë pjesën folklorike e cila i takon zonë sonë. Si shtaqme, kemi lahutarin, kemi kërcim malsorqe, kemi këngëtar, kemi fëmijë të cilët këndojnë, do të thotë krejt ajo pjesë është në nivel të programit e cili do të zgjas ndoshta 1 orë. Megjithse duhet ta them se kemi edhe disa shoqata të cilat do të marrin pjesë, të cilat na kanë konfirmuar, siç është Rapsha, Besa dhe Liria e Mileshit. I falenderojmë për steprit të cilët kanë premtuar të pjesëmarrin me mundësinë e që kanë. Cilat janë disa nga sfidat me të cilët po përballeni ju si shoqatë kulturore në aspektin e organizimit, mbështetjes financiare apo ruajtjes së promovimit për anëtarët? Po, është e tepërt ndoshta të them se çdo herë është fjala financat, por kësaj herë nuk kemi problem me financat. Në këtë program të cilin e përgatitim për këtë festën më të madhe shqiptare kombëtare, festën e flamurit, na kanë përkrah Komuna e Tuzit, Qendra Informative e Tuzit dhe Këshilli Nacional Shqiptar. Domethënë ka edhe të tjerë që na kanë përkrah, nuk dua t'i emnoj, por gjithsesi këto janë ato kryesorët të cilat na kanë përkrah. Ashtu që kësaj herë nuk kemi problem, por besoj që do t'ja arrijmë pa kurfar problemi këtë qëllimin që e kemi ne për manifestimin e kësaj feste, e cila me të vërtetë është festa më e madhe jonë kombëtare. Atëherë përveç kësaj feste, që siç e thatë edhe është më rëndësishme për të gjithë shqiptarët, 28 nëntor, a keni parapar dhe festa, aktivitete tjera që do të zhvilloni me shoqatën tuaj Koha nga Dinosha pra në të ardhmen, në dhjetor, në janar etj. Po, mund të them se për plan programin vjetor të cilin e ka pa shoqata Koha, ndoshta do ta përmbyllim me këtë pjesë të programit, me këtë manifestim. Megjithse kemi pas ftesën në Tiranë me 16 dhjetor, ku me sa na kanë informuar është anuluar ajo pjesë e programit, edhe do të thotë kemi deri këtu, për momentin jemi deri këtu te festa e flamurit, mas andaj shohim. Për vitin tjetër shohim si çdo herë plot argëtime, programe, manifestime, festivale, të gjitha ato besoj që do të vazhdojmë si çdo herë. Dhe për së fundi, çfarë mesazhe do të dëshironi të përcjellni të rinjve që duan të merren me kulturë, art dhe folklor shqiptar? Kryesisht të kësaj zone në të cilën punoni. Unë tash sa vite që jam edhe si antar, po edhe si kryetar i kësaj shoqate, çdo herë kam thirr, edhe thras, trejat. Mos dalin me hub kohën diku, kot. Ta afritën të shoqata, edhe të shoqata Koha pa marrë parasysh çdo antar nga Malësia mund të jetë i mirë se pritur në shoqatat tonë, po ka dhe shoqata tjera të cilat për fat keq më duket se po dobësohen ashtu që nuk është e mirë. Të trejat, gjitha mundësitë i kanë sot të afritën të marrin pjesë, edhe ta paraqesin, edhe ta duan, edhe ta afrojnë afër shpirtit vet traditën tonë, e cila me të vërtet ne na duhet pa traditë, jemi pa identitet. Ashtu që ftoj të ri, të trejat, ftoj prind, ti përkrahin, të ndihmojnë që të marrin pjesë, të afritën ka shoqatat. Pjesa jonë kulturore është normal se gjitha janë, por folklori janë pak ma i afërt me ne, domethënë me traditën tonë e cila është e lashtë, e ka hershme, ashtu që ftoj edhe një herë në të gjithë të kenë mirë kuptim që të afritën në shoqatat, nuk është keq me kanë shoqata, është shumë mirë. 33 shoqënohen, vallëzohen, luajnë, marrin ndjenja shpirtërore, plotësohet shpirti i tyre me gjitha ato çka i takojnë një kombi si që ne komi shqiptar. 4, 5, 2 tjera, kanë fillu, 1, 2, 3, 4, kanë fillu tjera, me hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rreth i vajzave, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, stop, a mojnë të brava, Po, si që thatë edhe ju, kam një kohë gjatë që jam këtu antar, i KOS, rreth 17 vite jam antar aktiv, bëna një pauzë pak të gjatë nga se
edhe me ngarkesë shkollimit, por edhe me ngarkesë profesionale, por gjithsesi kur nuk e lej këto hapat e mia të para që i kalova këtu në shoqatën kulturore artistike koha, ende jam aktiv, mundohem të jem aktiv, kryesisht marr pjesë këtë koncertin djetor ku edhe festojmë gjithë së bashkut festën e Flamurit, festën e Pavarësisë me 28 nëntor. Ky është një ritual i imi ku gjithsesi marr pjesë. Kurse në këto aktivitete tjera jo se kam shumë kohë, por gjithsesi jam përkrahje e të rinjve këtu në shoqëri absolutisht. Sa i takon përgatitjes që bën mjeshtri i malli Aldonika nga Shkodra, gjithsesi jem shumë të kënaqur me punën që bën, ka një kohë shumë gjatë këtu që është, tani mund t'i them dhe shtëpiak, edhe pse nga Shkodra shtëpiak këtu në Dinosh, sepse gjitha këto gjeneratat mëse 20 vite këtu në Dinosh me ne, absolutisht çdo antar, kryesia, çdo antar i vjetër dhe i ri është shumë i kënaqur dhe presin me pa durim ditën kur vjen Aldonika në Dinosh. Ashtu që momentalisht po jemi duke përgatitur siç e shihni me një intensivitet shumë të lartë, bile këto muajin e fundit nga ati çdo natë. Ashtu që qëllimi jonë është të arrijmë qëllimin, të përgatisim vallet sa më mirë për 28 nëntorit, festën e Flamurit, ashtu që kemi disa valle të reja, ku do t'i prezantojmë për të parën herë në këtë natë, dhe mendoj se jemi duke ecur mirë në aspekt, janë të rinë këtu në shoqëri, janë gati të mësojnë gjitha ato hapat që janë pak specifik për këto vallet e reja dhe mendoj se jemi duke arritur qëllimin, jemi duke shkuar në rrugë të mirë. Atëherë, duke qenë se pra tha që jeni prej kohësh këtu, cilat nga vallet do ta cilësoje ti pra nga motivet folklorike, do ta cilësoje si më të bukuren, më të mirën, e cila i përshtatet edhe kombit shqiptar më së shumti? Po gjithsesi ka këtu valle shumë të mirëfillta, dhe të cilat me të vërtet e pasqyrojnë kombin tonë dhe traditën tonë. Dua të them se jam rritur me vallën e Dinoshës, valle e cila tani edhe ka marrur një hovë më të gjerë, ku dhe shoqata të tjera jashtë malësiet bile luajnë këtë valle, produkti jonë, jo vetëm, dhe valle tjera gjithsesi produkti jonë, por kjo është me valle me cilën jam rritur, tregon traditën e vendit, mikpritjen e vendit dhe gjitha ajo rrjellat e vallet që vazhdojnë. Ashtu që me atë valle jam rrit, më duket që në çdo kohë të natës të më zgjosh nga gjumi e di përmend në çdo kohë atë valle. Por gjithsesi ka dhe valle shumë tjera që janë shumë kvalitative, posaçërisht me këtë grupin e ri, sepse këto grupet kohë pas kohë kanë edhe krizë të numrit të valltarëve. Me këtë grupin e ri kemi filluar disa valle më të gjera, më të vështira të punojmë dhe ka aty edhe valle të reja nga elementet e kuksit, ku kemi të bëjmë fjalë me vallën ku ka lidhje me martesë, me rit të gëzimit, me martesën e Halilit, siç i thojmë ne, por edhe kyt që jemi duke përgatitur, edhe pse është surprizë, mund të them emrin e valles, ku ka të bëjë me përmbledhjen e gjitha valleve nga jugu deri në veri. Ajo është pasqyra me të vërtetë e gjithave valleve, kryesisht gjithave valleve folklorike që nga jugu e deri në veri, ku prek edhe pjesën tonë të malësisë, ku duhet veçuar gjithsesi ai kërcimi i vjetër, kërcimi malësor, ajo është tradita jonë e vjetër, ku kemi pas kërcime dhe pa muzikë, po ato hapat autentike të vendit tonë. Ashtu që mendoj me këtë valle që përmenda, nga jugu në veri, do të jetë një surprizë shumë e mirë për shikuesit dhe për gjithë ata që me të vërtet përkrahin çdo aktivitet tonë dhe do të shohin se pse përkrahin aktivitetet e shoqërisë kulturore artistike koha, sepse bëhet një punë e madhe dhe ai rezultati i fundit që do jepet me këtë vallën e re. Edhe një pyetje të fundit, ti si një ri, si e sheh interesin e të rinjve për të bashkangjitur, interesin e adoleshentëve mbi të gjitha, sepse aty fillon gjithçka, si e sheh interesin e tyre ndër vite për të kyçur në këto valle folklorike? Po, siç e thash, kohë mas kohë çdo shoqat kulturore artistike ndjen ato krizat në numrin e valltarëve, ndoshta ne, por nuk e kujtoj shumë rrallë, do një pjesë kohore që kemi pas krizë me numër me të vërtet të rinjtë e kësaj pjesë, e kësaj krahine, të Dinoshës, por edhe për rreth, janë shumë të interesuar e pad, edhe vetë para incizime kemi pas edhe grupin e fëmijëve ku me një numër shumë të madh. Ashtu që i vazhdon gjithsesi
këtë interesimin e mall na ndihmon edhe vetë shkolla fillore që kemi këtu në Dinosh, sepse nga aty është burimi i gjithë valltarëve, aty të themi selektojmë në ato përgatitjet e tyre ditët e shkollës, selektojmë disa të rinj që kanë vullnet, kanë edhe pak talent gjithsesi, por mundet të punohet me ta, dhe nga aty selektojmë të rinj dhe më se i kënaqur. Mendoj se s'ka shoqëri kulturë artistike që gjithë programin e ka puro shqip, ajo duhet të cekur, në Malsi që ka numrin e valltarëve si të grupit të parë, por edhe grupin e fëmijëve kaq numër të madh. Ashtu që jam shumë i kënaqur dhe e shoh se interesimi do vazhdojë më shumë në Dinosh. Përpos aktivitete mëdha që i bëjmë këtu në shoqëri, shohim mungesën e vendit ku të ushtrojnë i gjithë ky numër i madh që ceka i pjesëtarëve të kësaj shoqërie kulturore artistike. Mendoj se janë edhe shumë i sigurt se është më e nevojshme një vend ku do përgatisin gjitha këto valle antartë e folklorit të Dinoshës. Duhet cekur se masi e ceka dhe edhe me ngarkesë profesionale jam kënë larg pak folklorit, por gjithsesi me përkrahje kemi pa iniciativa tona. Pikë parit mendoj se edhe salla e sportit që edhe nga bashkia lokale e kam dërguar si kërkesë që është duke u punuar. Plani këtu në afërsi të shkollës gjithsesi do jetë në përdorim. Mbas kësaj, gjithsesi edhe një objekt multifunksional me një sallë me përmasa të duhura, afër këtu gjithsesi në afërsi të shkollës, kur dikur edhe janë kënë planet për të punuar një qendër kulturore, por ndoshta tani nevojat mund të mbulojnë gjithsesi me një objekt multifunksional ku një nga to do të jetë edhe salla, një sallë ku do përgatisin, ku do bashkohen të rinjt dhe do përgatisin si vallet tyre, por çdo aktivitet tjetër për të rinjt, sepse bashkët ceken që të rinjt e Dinoshës janë të interesuar të jenë aktiv në aktivizmin shoqëror. Ashtu që gjitha ato iniciativa që ishin nga ana ime i dorëzova, disa janë vetëm në proces, shpresoj se do jenë edhe shpejt, tjerat qofse do shohim ndonjë ngadalësim, gjithsesi për nevojën e këtyre të rinjve duhet të jemi aktiv që këto projekte që janë kyç për mirëmbajtjen e këtij interesimi të madh të rinjve duhet të investohet, sepse me këto kushte jo të volitshme për përgatitve, ndoshta vijmë në pikpyetje gjithsesi edhe interesimin e vetë të rinjve, kur nuk kemi një bazë ku mund të ushtrojnë këto valle tona autentike, duhet gjithë si këtu në vend por edhe në diasporë të kallëzojmë interesimin që këtij grupi ti përgatiten kushtet të domosdoshme për aktivizëm të vet.
jam maturante e shkollës së mesme Medreses Mehmet Fatih në Milesh. Atëherë mund të na thoni se sa kohë keni që ushtroni këtu në shoqatën kulturore Koha nga Dinosha? Jam anëtare e SHK-s nga Dinosha tash 7 vite, tash 3 vite kam hyrë në grupin e madh dhe vazhdoj që të jem anëtare këtij grupi. A je kënaqur me gjithçka që zhvillohet këtu, me muzikën, me folklori? Jam shumë e kënaqur. Jemi se një familje të cilët të gjithë së bashku mundohemi që të ruajmë vlerat dhe traditat e kombit tonë. Atëherë ju ndër vite me siguri keni marrë pjesë edhe jashtë vendit me siguri. A ke qenë e kënaqur, a jeni vlerësuar me çmime, me çfarë jeni prezantuar? Po, kemi shkuar shpesh edhe jashtë vendit. Të mramën herë që kam qenë unë kemi qenë në Turqi, ku me të vërtet gjithmonë kemi pasur dhe jemi shpërbluar për vallet dhe për gjërat që ne i bëjmë. Atëherë ndër të gjitha këto valle që sigurisht janë të gjitha të bukura, po nëse do të cilësonit njërin nga ato, cila do të ishte? Do veçoja vallën e Çurmulës, që po thoj se gjithë populli atë e preferojnë, që ashtu edhe unë është vallja ime e preferuar. Po për sa i përket provat, a e gjen kohën, a e gjithmonë e gatshme për të ardhur në prova, e lumtur? Po mendoj se gjithkush e ka kohën e lirë dhe mendoj se më së miri është që kohën tonë të lirë ta shpenzojmë duke bërë aktivitete dhe aktiviteti im është i preferuar në shtëlvaj folklor dhe për katër sytë që të mund e qekojnë që të marri pjesë në prova. Atëherë nëse mund të thuash edhe një falënderim ose një mesazh për të gjithë të rinj dhe moshatarët e tua në mënyrë që të kyçen në këto valle folklorike pranë. Do u thoja të gjithëve që të marrin pjesë në folklor duke marrë parasysh se përmes tij ne mund të pasojmë traditat e cilat na i kanë lënë të parët tanë dhe mendoj se është një gjë shumë e rëndësishme për kombin tonë shqiptar. Nështë për disa mund tjetë e pabesueshme, po qysh në vitin 2001, në mos gaboj, unë jam koreograf që udhëheq këtë grup domon me koreografina, me numrat artistik, së bashku me bashkëpunëtorët e mi, Sulin, Samirin, e grupin e konsolidum të kryesisë tyne, por dhe të valltarëve. Shoh domon me kënaqësi që tash janë breza, shumë prej tyne kanë kërcyer më përpara, janë prindër, kanë pru fëmijët e tyne edhe vazhdojnë këtë traditë shumë të bukur, gjë për cilën unë e vlerësoj jashmase, sepse të rush traditën është gjaja ma me vlerë që ne kena, është një pasaport të cilën s'mund ta tjetërsojnë askush tjetër, sepse është gjak i joni. Atëherë me cilat grup mosha punoni dhe sa është e vështirë të punoj sidomos me më të vegjilit? Atëherë, më përpara kanë punu me grup moshat e vogla, domethënë qysh në klasat e para, e dyta, etj, masaj duke rrit grupin deri tek më të rritunit, to që janë, domethënë dikun ato kanë po flas për grupin e parë, gjithë ishin 20-25 vjeça, domethënë aty rrotull, sot janë edhe pak janë më të miksuar, ndërsa punën me të vegjëlit po e kryjnë këto vetë, domethënë të cilët po i përgatisin, shumë domethënë të jep një ndjenjë shumë kënaqësi, sepse edhe punën ta lehtësojnë, por dhe dalin talente shumë të mira prej tyne. A janë të dëgjueshëm fëmijët këtu pranë nxënësit, si sillen? Nëse unë bëj krahasimin me atje ku unë jetoj e punoj në Shkodër me grupet, janë shumë të respektueshëm, shumë të edukum, sidomos të vegjëlit, sepse të rritunit
pavarësisht gjanave dhe moshës e problemeve të moshës janë të kuptueshme, megjithatë unë jam prind, jam edhe gjysh vete, domethënë I kuptoj gjitha gjanat, po unë I falenderoj jashtë sepse janë shumë korrekt. Nuk e di se si këto arrin pas një lloj shpërblimi, flas domethënë monetar, sepse ndryshe unë I kam grupin tem në Shkodër që janë edhe të pagum pak nga bashkia, komuna si I thoni ju, një honorar I vogël, por dhe gjatë verës ato punojnë ose gjatë vitit punojnë me mua shumë në për dasma, në për eventet të cilet unë I shpërblej, domethënë punën e tyre, e shpërblej me lek, por këto punojnë krejt në mënyrë vullnetare dhe unë edhe çuditem, mund të them. Atëherë kësaj here po përgatiteni në kuadër të festës së 28 nëntorit. Çfarë programi do sillni kësaj here? Ka risi valle të reja apo diçka? Patjetër që ka risi, por domethënë si për çdo vit të cilën ne punojmë dhe kjo dihet që është festa më sublime, më e bukur dhe më me krenare që ne kemi, festa Flamurit, dhe këtu domethënë e vlerësojnë në maksimum dhe po përgatisim disa numra të ri artistik, domethënë në një kolazh dhe unë nuk po I përmend sepse e bukur është që të jenë surprizë për publikun, për gjithë njerëzit që do të vinë ta shohin dhe them se ato çka këto kanë përgatit është një punë shumë më e vështirë se të gjitha tjerat, sepse çdo lloj valle dhe fjalën kolazh përfshihet domethënë një mori vallesh të ndryshme nga krahinat shqiptare, po ato gjitha kanë karaktere, ndryshojnë domethënë karakteret nga malësia me tjerë, vallet janë të ndryshme, karakteret janë të ndryshme, puna është shumë më e vështirë, por them se kanë arrit maksimumin e tyre. Personalisht unë nuk kënaqem as me ato që I kam gjys profesionista, por këto I vlerësoj jashmase. Atëherë ju pra si një koreograf prej vitesh me eksperiencë tashmë shumë të gjerë, si e shihni ju interesin e të rinjve në mënyrë që ata të kyçen sa më shumë në këto valle folklorike, në mënyrë që të ruhet edhe tradita jonë shqiptare? A mendon se interesi ka rënë apo është I njëjtë si vitet e parshme? Përkundërzi, unë jam shumë optimist, shumë I lumtur që interesi për vallet, për folkun, për rranjët tona, jo vetëm që s'ka ra, por e shoh dhe që është drejt një rivlerësimi, sepse epoka ose koha që kalum solli gjitha lloj rrymash dhe mendoj se folku ka mjetu me të gjitha. Në Shkodër ose në Shqipëni, domethënë pjesën në tan dasmat ne shumicën e tyre marrin pjesë si grup, si ensemble, me valle shqiptare. Dhe në tanë Shqipërinë është ba pra një tradit që zbukurojnë eventet tilla si dasmat, ditëlindjet dhe shumë tjera, me valle popullore, me folk, qoftë dhe të knum, por shumë edhe me valle të ndryshme. Për mua është një vlerësim I madh. Domethënë, në qoftë se dikush thote që kthejmë kokën pas edhe të vjen keq për atë që le, unë këtë sot nuk e shoh mrapa, sepse shoh që po ecim në një hap me folkun, me dashurinë për traditën, jam shumë I lumtur për këtë gjë. Mirë, të flasim pak edhe për përgatitje. Sa kohë përpara se të vi pra eventi, përpara që të paraqiteni në skenë, sa kohë ju marrin ushtrimet dhe sa orë në javë ushtroni ju? Atëherë, unë gjatë kësaj periudhe kam marrë 2 herë në javë. Në një rast edhe nga 1 herë në javë. 3-4 orë rresht për të ushtru, për të bë, domethënë të përgatiten sadopak, por shtokët e tjetër që këto vinë gati për ditë dhe punojnë. Unë le detyra, le gjana që këtë do të gjejnë të gatshme herës tjetër, që të mos merrem, sepse ideja është që të mos stopohesh duke u rimarrë me atë gjë, por të vazhdosh të ecish përpara. Dhe nëse një X person ka munguar ditë që unë kam shpjeguar lëvizjen edhe tani herës tjetër, këto vetë kanë punuar me të dhe të paktën mbi 80% të punës
ma kanë lehtësu, mesin rifiniturat e funit të cilat do t'i rregullojmë, domethënë për që më takon t'i rregulloj me to. Unë jam i çuditun, domethënë se si këto punojnë, e kanë aq dashuri për këtë gjë. Atëherë ju ushtroni vetëm këtu në shkollën 29 nëntori në Dynosha, mendon se hapësira ku po mbahen këto përgatitje është e mjaftueshme për vallet, pra? Apo do të ishte më mirë të kishit një sallë më të madhe? Në Shkodër thoshin, është një proverb që ma ka njit mu dhe disa shokëve të tjerë, proverb në thojza, dhe thoshin, Aldos edhe X person, do në koreografëve tjerë nuk ju del stadiumi. Do më të hapësira. Normal, do t'ishte gjë shumë e bukur, t'ishte një palestër e madhe, t'kishin një vend për të kërcyr të tanë, që t'njeshin komod, sepse sa do holli i shkollës, që në këtë rast është për ta vlerësu dhe për t'i falenderu jashtë mase, sepse kjo nuk nëll në për qytetin tonë, Shkodër, nuk e di këtu në qytetin e Tuzit, nëll apo jo që ta vend dispozicion, por është shumë falenderuese nga ana ime dhe për këto. Hapësira është e ngushtë, por megjithatë arrin shumë t'japin për kaq sa që shpresoj që të mos që orientohen hapësira më të mëdha. Atëherë edhe për së fundi, sepse jeni dhe i lodhur pasi që vini direkt nga ushtrimet, një mesazh për të gjithë të rinj, cili do të ishte ai në mënyrë që të kyçen, në mënyrë që të mos i harrojnë tradita duke u përfshirë në valle folklorike, sigurisht këtu në Tuzë, në malsinë e Tuzit. Po t'japish një mesazh, ky është mesazhi më i mirë, domethënë aty ku ato po marrin pjesë, ku ato kërcejnë, domethënë se duke mësu sa ma shumë që të kërcejnë vallet shqiptare, janë ma krenar për ardhin e tyne dhe atë që ato përfaqësojnë.